Alba Story prezanton. Babai im gjithmonë I ka pasur qef vendimet e papritura, por ai që mori para rreth 20 vitesh I la të gjithë me gojë hapur. U martua me një grua shumë më të re se vetja. Unë sot jam 42 vjeç, ndërsa ajo është 45. Fiksojeni mirë këtë gjë, mes meje dhe njerëkës ime kishte vetëm 3 vite diferencë. Natyrisht, ajo martesë nuk zgjati shumë. 5 vite mbajten e u lodhen me njëri tjetrin dhe u ndahen. Gjatë asaj kohe, unë asje vrava mendjen të rija në të njëjtën shtëpi. Kisha marrë valixhet e mia, kisha zbritur në qytet dhe kisha krijuar jetën time në një shtëpi të madhe. Por e mbaj mend shumë mirë një detaj nga ato pak vizita që bëja për festa apo për dreka. Ajo më shikonte ndryshe. Kur babai kthente kokën apo shkonte në një dhomë tjetër, sytë e saj mbeteshin tek unë. Një lloj shikimi që s'kishte asnjë lidhje me respektin. E kuptoja shumë mirë që më lakmonte, por unë në atë kohë e kisha mendjen diku tjetër. Bëja sikur nuk kuptoja, bëja sikur nuk ja vija fare veshin. Pas divorcit e tyre nuk e pash kur më, derisa erdhi kjo e marte e nxehtë gushti. Në qytet, vapa ishte e padurueshme. Dola për të pirë një kafe tek një bar I qetë në qendër, nga ata që I kanë tavolinat gjysëm në hije e gjysëm në diell. Isha I veshur me një bluzë të thjeshtë dhe kisha veshur syze dielli, duke u munduar të gjeja pak freski. Tavolinat ishin ngjitur me njëra tjetrën. Kamarieri më solli kafen dhe unë po kontrolloja diçka në telefon. Edhe pse nuk e shihja, ndjeja që dikush po më shikonte fiks përballë. Ngrita kokën, 3 tavolina me tutje, ishte ajo. Nuk ishte ndryshuar, pothuajse fare. Pak më e pjekur natyrisht, por me një fustan të lehtë vere, siç I vishte ajo gjithmonë, e I rrinin fiks ngjitur me trupin. Nuk e di se çfarë, por po pinte diçka të ftohtë, por syt nuk I largonte nga unë. Kur me pa që unë e vura re, nuk e ktheu kokën anash, siç bëjnë njerëzit zakonisht kur kapen mat. Përkundrazi, e mbante shikimin fiks tek unë dhe kafshoi buzën e poshtme me një buzëqeshje të lehtë që fliste sa 1000 fjalë. Nuk jemi më në kohën kur ishim pjesë e të njëjtës tryezë familjare. Tani ishim 2 të rritur, pothuajse moshatar mes vete, të lirë në mes të qytetit. Nuk e mendova gjatë. Prita që ajo të pinte edhe një gëllenjk e I buzëqesha lehtë dhe ja bëra me sy. Ishte një gjest aq I thjesht, por që e dogji të gjithat lagërsinë e atyre viteve. Ajo la gotën mbi tavolinë, mori çantën e saj dhe erdhi drejt meje. Pa pyetur fare nëse kishte vend të lirë apo nëse isha duke pritur njeri, ajo tërhoqi karrigen dhe ul në tavolinën time përballë meje. Gjithmonë e kam ditur që një ditë do të dëgjeja diku, më tha ajo me një zë mjaft të ëmbël. Nuk tha as ç'kemi, as si ke qenë, por direkt në temë. Rastësitë e qytetit të madh, I thash unë duke qeshur. Më theve një rregull ama. Unë kafen e pi gjithmonë vetëm, I thash asaj.
Ajo mbështeti gushën mbi dorën e saj dhe me pa me atë vështrimin që unë e mbaja mend aq mirë nga e kaluara. Nuk rria dot pa t'u afruar, ma ktheu, plot vetbesim dhe me kureshtje. E dija që me pe, unë qesha përsëri, por këtë herë ndjeva që situata me të vërtet po merte një rrjedh tjetër, e ndjeja prezencën e saj shumë pranë meje. Biseda ishte e shkurtër, por ishte një ndjenjë e çuditshme në atë tavolinë, saqë nuk mund t'i shpjegoja me fjalë. A di cili është problemi i vetëm këtu? I thash, duke lëshuar telefonin mbi tavolinë. Tani që mu u afrove ti, sikur u bë edhe më shumë vap se ç'ishte, dhe unë nuk e duroj dot këtë zheg, i thash asaj. Po cili është plani yt për këtë vap? Me pyeti ajo, duke lëvizur gishtin e saj mbi tavolinë. Ja bëra me kokë, duke kthyer kokën anash, dhe ju përgjigja duke i thënë e duke mos pritur asnjë moment kohë që të mendohej, i thash të ikim tek shtëpia ime. Të paktën aty kam kondicioner, se kam dërmend të ri e të shkrihim këtu në diell, i thashun. Me besoni që syt i shkëlqyen. Nuk ishte asnjë lloj ndrojtjeje apo hamencimi. Ishte 45 vjeçe dhe e dinte shumë mirë se i kishte ardhur mundësia dhe nuk kishte pse të bënte me lojra. Eja, ma kputja jo shkurt, duke marrë çantën nga tavolina dhe duke u çuar ajo e para në këmbë. Eja mos të humbasim kohë me këto rrezet e diellit, tha ajo. Rruga për tek shtëpia ime ishte e shkurtër, por brenda makines ime akoma ishte nxehtë. Jo nga nxehtësia jashtë, por nga heshtja mes nesh, sepse e dija se çfarë na priste. Kuptohej qartë se ajo që po bënim ishte diçka që të dy e kishim menduar mjaft mirë. Thjesht, koha dhe rrethanat në atë kohë nuk ishin qenë të mundura. Por tani që çdo gjë ishte qartësuar, s'kisha me asnjë lidhje familjare me te e asnjë pengesë. Sa po hapa derën e shtëpisë, e ndeza kondicionerin direkt në maksimum, dhe shtëpia ime, edhe pse e madhe, ishte e thjeshtë. Kishte një sallon të madh ku divani zinte pjesën më të madhe të hapësirës. E unë shkova tek frigoriferi për të nxjerrë 2 shishe me ujë të ftohtë. E kur u ktheva në sallon, pamja që gjeta me bëri të ndaloja në vend. Prita që ajo të ishte ulur diku. Prisja që të rregullonte fustanin e të bënim pak muhabete boshe sa të ftohej ambienti. Por ajo nuk ishte ulur. Kishte ecur drejt divanit tim të madh me një qoshe e kishte hequr sandalet aty poshtë dhe ishte shtrirë komplet përgjatë tij. Kishte mbështetur kokën tek jasteku i krahut, ndërsa fustani i lehtë i kishte ikur deri për mbi gjuhë. Eca drejt saj dhe i zgjata shishën e ujit. Qenë ke bërë si e shtëpisë shumë shpejt, i thash me humor. Ajo as që e mori ujin, i mbante duart ashtu të lëshuara rreth vetes, e me buzëqeshte. Kështu e shtrirë jam shumë më rehat, tha ajo. E zëri i saj tani ishte krejt i ulët, gati si të me peshpëriste në vesh. E në atë moment, biseda jo mbaroi. Nuk kishte me nevoj për fjalë. Ishte një nga ato situata ku po të shtoje qoftë edhe një fjali tjetër, do ta ndryshoje dhe do ta prishje komplet atmosferën. E la shishën e ujit tek tavolina përpara saj. Në vend që ta pyesja apo t'i afrohesha, sikur llogarisja diçka, thjesht u ula në atë pak hapësirë që kishte mbetur bosh tek qoshi i divanit, fiks pranë saj. Ajo nuk u çua e nuk lëvizi as pak. Syt i mbanim të fiksuar tek njëri tjetri dhe dukej sikur po e hanim njëri tjetrin me sy aty në atë qetësinë e atij salloni.
E gjitha ajo historia e 20 viteve, të gjitha ato shikimet e fshehta, kur unë isha në të 20-tet e mia, dhe ajo ishte gruaja e re e babait tim, dhe i gjitha inat dhe dëshire ndrydhur ishin mbledhur në atë dhomë. Ajo ngriti një rendor nga dal nga divani dhe vendosi lehtë pas qafes ime. Prekja asaj ishte e ftohtë, por ndjesia ishte si të mezinte korrenti. Pa bërë asnjë përpjekje, pa e menduar fare dhe pa u nxituar, sikur po prisnim këtë me ankth, thjesht u përkula aq sa fytyra ime të ishte shumë pranë saj. Puthja erdhi ashtu siç e kërkonte ajo vap dhe ai moment. E ngadal në fillim e pastaj gjithmonë e më shpejt duke e puthur një herë tek buza e nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.